Këto janë fidan të domates, që unë shpresojam të mbilljam, që të mbajam familjen. E kupton, kjo tani është e gjitha për të hedhur në lumë. Te ka i lumë që ne na përmbyti na marrim qafë. Nuk di me qatë të themi. Ky është fidani që është marrë para 4 ditëve, me fjalë para se të na ndodhte kjo që na ndodhi. Unë tani kam ndalur me fjalë, inshallah, e ki me shpresa pak në ta shes me gjysë çmimi. Ska gjemet nuk të keqen. 4 dylum domate, të cilat një kam në fazë shitje 2 herë kam shitur edhe është i gjithë do shkoj dem. Vetëm ajo mund më dej një kostot e 7-8 milion lekë. Tjetra është fidan 4 ditë e mjell. Ku do t'i nxjerrim, ku do t'i gjejmë? Të ardha s'kemi, vetëm me ato punojmë. Kështu që të veç dorë shteti, qofse shiti energji hidrocentrali që na dëmtoi, vetja marrja tita. Edhe të na japi neve, te kërkesë kam. A kishit mundësi këto ditë që të shpëtonit nga kullimi tokat? Jo, në asnjë mënyrë. Sepse duhet binte lumi që të tërhiqesh ujë. Ne tërë kullimin e bëjmë nga lumi. Këto ditë punohet në serë? Fare. Deri në gjutë është baltë. Të vishte muaj ke akoma mbyllur me harqe. Nuk ka. Nuk kemi ne si të shpëtojmë. Vi shteti thoi që ore bëj këtë po ja bëjmë. Ju vetë keni mundësi financiare që të filloni rimbjelljet? Ku t'i gje? Unë s'kam njërin punë. T'jetë një punë shteti, privat tjetër. Unë vetë me serat merë. Ku t'i gje? Këtë pyetje për shteti. Ku t'i gje unë? Vetë t'i mjellë. Ato ka një kostë shumë të lartë për mjellje. Që ne disa lekë që i kishim heq me janë, i harxhum tani. Po vetë, e që do ushqejmë? Që të vem tani të porosisin fidan tjera i do lekë. Është 320 lekë një fidan. Dalem, e që t'i blek? Se një serë, një dylum do 3500 bim. Kështu që t'i besh për 320 lekë fidane, është një kosto shumë e lartë. Nga përmbytja? Ne na mbyti lumi semaj. Dem i pallogoritur, domatja ishte 25 ditë e mbjell. Ashtu. E mbyti ujë ndeti mbi 24 orë brenda. Bletët i mori 26 koshere. Pulat e fushës 70 pula fushe. Po dem me i madh në obe vetëm kesera. Me i dylumser, vete 3 milion lek një dylumser shpezimet. Me blerje, me plera, me tëra. Të shi mua më prishët 2 dylumser. Sa është dëmi i përllogaritur afërsisht në që të shkaktuar? Po, i vete 3 dylumi i vete, ashtu 3 milion i vete i dylumi. Lere këto bletët e qa janë këto s'poj fusfare unë këto. Qa janë këto tjera që nga unë bytëm. Pula qa janë këto nuk i fusfare logori. Shpreson të marrë dëm shpërblim? Po të shi, kryeministri ka thënë që qa është mbytur do marrin. Ne kemi shpres, po i dum para e, pa dal mu janar. Se unë s'kam lek me qati mbjell. Po në i dha, po s'te i dha, pastaj. Qatë flas vetë unë, e tërgon vetë kjo të shi. Demi tërgon vetë këtu. Tani shpresat ne i kemi, në qoftë se qeveria na mbështet vetë dorën në zemër, unë jam vetë i jashtë. E kupton? 2 plejt pensionistat, ti e di pensionistat nuk i dalin as për ilaçet, as për energjinë elektrike, jo këto të tjerat. Çfarë të përmbyt? Unë jam përmbytur një dylym trangull, që e kupton, unë për 4 ditë dili jam. Po, ndodhen këto që ndodhen, një dylym domate, para 4 ditësh, me fjalë se të ndodhte kjo unë mora fidanin, se kishim porositur. 320 lekë, e kupton, unë morë bende vetëm një fidan. Tani, se dim tani. Edhe ne kemi ngelur, si puna atit, si peshku pa ujë, kur i thonë muhabetit. Në qofë se vetë dorë në zemër shteti, pak të na japi, s'po kërkojmë qa do meshim.
kërkojmë me fjalë vetëm na japi pak në këto që demet që na u bën. Po, hurdhërohet keni faktike. Në serë nuk hyet. Është 30 pont balt. Ujë ndenjë pothuajse 24 orë brenda. Siç e shikoni janë të mbjella gati 1 muaj të mbjella. Ato nuk bëhen me. Dhe ja 2 muaj po të mbaj diell që të hyjnë brenda. Demi është i madh. Është i madh. Kjo përmbytje është qysh nga viti 82, që ne nuk e kemi përjetuar këtu. Edhe kjo përmbytje erdhi ishte shumë e menjëhershme. Edhe nuk ishte nga Zoti. Ishte nga dora e robit. Sa është e thellë balta brenda në serë dhe a bëhet toka gati për mbjelljet e reja kur bëhet? Jo, balta është rreth 30 pont balt. Siç janë bërë punimet me traktor që sa mund të ketë hyrë thellësia e plugimit, aq është edhe balta. Të mbaj koha diell mos të bjeri shi 2 muaj. 2 muaj na ka qurë mbrapa. Sa është dëmi i shkaktuar? Po demi të gjitha shpenzimet për një dylym vjen deri afër 3 milion lek. Për një dylym, shpenzimet. Demi është shumë i madh i shpenzimeve dhe demi i mosdaljes në treg është akoma më i madh pastaj. Më i madhi është i mosdaljes në treg. Që do të zgjas për sa kohë? Po do të zgjas për 6 muaj, se 2 muaj ne duam t'i mbjellim. Edhe 3 muaj do të bëhet ajo, 5-6 muaj. Shpreson për dëm shpërblim? Ne shpresojmë se fjalë të mira ishte kryetare bashkisë, tha do të dëm shpërbleni, deputetët e zonës kanë qenë, do të dëm shpërblemi, tani të shohim Zoti lart. Është shumë i gjatë, po kishte se kam po kot me zukar. Nuk hyn dot. Pra si lloj gjeje.